Ja, ku ishte justifikimi juridik dhe historik? UÇK-ja. UÇK-ja. Po mos ishte UÇK-ja asgjë. Nuk hynte Amerika. Atëre përderisa ata kaluan në ekstremizëm, se UÇK-ja i çojnë në ekstremizëm, dhe ata ranë në shkelje në terrorizëm, ju e dini. Po. Edhe Amerika s'mund të lënonte terrorizëm në një shtet, në një shoqëri që e kishte të vetën. E kishte simpatizantin e vet. Dhe kur goditi Clinton, ju e dini, goditi terrorizmin, ju e dini. U vranë gjithë ata. Mbas asaj vrasjes së madhe në Raqaq, ku që ajo? Masakra. S'u kujton mirë. Atëherë foti bombardimin e. Dhe është më e bukur që vetëm me bombardim e mori. Nuk çoi trupa. E para luftë, e para betejë pa trupa toksor. Pa trupa. Vetëm me bombardim ishte genialitet në kuptimin jo të letërsisë, jo të artit, por të artit ushtarak. Domethënë, e kishin studiuar mirë Wesley Clark. Psikologjinë, e kishin studiuar mirë psikologjinë serbe në funksion të asaj force. Dëgjoni t'ju themi gjë. Po, patjetër. Psikologjia e një shteti ose të një qeverie është normale në momentet kur është qetësi. Në momentet kur vjen historia e luftës, ndryshon psikika. Por po ndryshoj psikika ikën në krizë. Ashtu ranë ata. Një shoqërie nuk i ndron psikika nga paqja në luftë, vetëm anglosaksonëve. Pse? Kanë fituar eksperiencë qindra vjeçare me koloninë, me këto ju e dini, për konstataciat. Po. Avokat, kam një pyetje të tillë që me ngacmuat me të UÇK-s, kur dëgjua që u hoqën ato banerat edhe flamujt të UÇK-s nga stadiumi gjatë ndeshjet me Serbinë, ç'a ndjet? Patët një reagim në vetvete? Ja, ishte politik. Ishte politik? Ishte politik se UÇK-ja ishte, shiko, në konceptin perëndimor, një ndeshje futbolli është strukturë pakësore. Nuk është strukturë lufte. Edhe ata i dëgjuan, ta do t'i kemë thënë. Ekspertiza amerikane ka thënë hiqini UÇK-n, se ne jemi kundër UÇK-s, pa ajo është manifestim pakësor, popullor, edhe ata i hoqën. Më kuptohet? Si që lufta t'ja që. Ata e konceptuan betejen futbollistike luftë me armë. Ishte nxitim. Shumë e bukur kjo. Avokat, kemi një për nga kozgjatja, renditja e kryeministrave të Shqipërisë në 103 vite shtet, 13 vite shtet, kemi Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet plus 4, 16, Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 vit, Sali Berisha 8 vjet. Cili është komendi juaj për këto shifra? Ndodhin. Por gjatë kanë kaluar, do të themi pse e kemi këtë arsye. Arsyeja nuk është moderne. Pse e kemi këtë arsye? Sepse demokracia si koncept liberal nuk e ka mundur pushtetin si koncept individual të psikikës për pushtet të individit. Nuk e kam poshtër akoma me këto të regon kjo. Dhe këtu është dopsia. Jo pse vajti ka gjatë, po në këtë luft, ne ende nuk e kemi, ne ende forca e pushtetit nuk e ka, domethënë forca e ligjit nuk e ka zbutur forcën e pushtetit. Domethënë forca e demokracisë nuk e ka zbutur forcën e pushtetit politik. Pushteti politik në një demokraci ndron njëherë 4 vjet. Në Amerikë ke parë si e kanë bërë njëherë 8 vjet. Pse që të mos ndodhte kjo? Kjo është shumë e rrezikshme. Jo në kuptimin e rrezikut të një epidemie, por në kuptim të zhvillimit kombëtar.
Nuk e lejon, anglosaksonët e ka më parë dhe prandaj vonë 8 vjet. Pse Rama ka do më shumë pushtet? Ka psikike më që ka. Vullneti i brendshëm. Vullneti i brendshëm zotrin politik, domethënë pushtet vjen nga psikika. E ka psikologjike këtë. Djallë dhe mije, është dëshira për pushtet, vjen nga patologjia. Pastaj, ligji, demokracia, parlamenti, ja ka hequr atë karakterin e sëmur, patologjik. E ka brenda paksa patologjin dhe në perëndim, por nuk e dominon. Po në Shqipëri e dominon patologjia. Dhe më thënë dëshira për pushtet. Si do futet në histori Edi Rama, avokat? Varet se nga optika e historisë, kjo dhe analizoj. Nuk mund të flasim të para kohë. Janë 4 ose 5 parametra të rëndësishëm që analizon historia në konceptin politik të zhvillimit të një vendi. Po? Mbasi analizojnë ato të 5-ta, shikohet edhe ingredienti kryesor. Sa ka qenë përqindja e zhvillimit? Nga tregu të arsimi. 2 janë tregu dhe arsimi lartë. Edhe i mesëm të kuptojnë. Këto 2 janë. I ke këto. Nuk të mposhtë tot njeri. Në tregun e kemi dobët. Arsimi ka qenë i mirë dhe soi krizë. Por më duket të dhënat, sipas që më kanë thënë ta ekspertët, është ngritje në përmirësim. Sa arsimin komunizmi e latë fuqishëm, ta dini. Fuqishëm? Ku kishte shkollat mesmetore? 2 gjimnaze kishte Shqipëria. Ai bëri të gjithë qytetet me gjimnaz, bëri dhe fshatrat. Masivisoi arsimin e mes. Po, pastaj krijoi dhe karakterin e masivizimit të arsimit lartë. Sot arsimi lartë është i masivizuar. Ka universitete në disa qytete, ju e dini. Por ai e nisi. Pse nuk është merita e Partisë Punës? Ishte doktrina e tyre. Ai është marksizmi. E kishin në doktrinë dhe nuk e lëvizin do zbatonin doktrinën. Doktrina socialiste që doli nga kapitali i Marksit, po? Donte barazin ndaj, nuk shkoi në barazin që bëri komunizmi. Po kërkoi barazin ndaj oportuniteteve. A më kupton? Në treg. Të gjithë janë barabartë, po tregu i kontrolluar. Domethënë që ti nuk spekulon në treg, por tregun e lën lirë. Ai që kishte aftësi më tregtare ose industrialiste, u bëi miliarder. Por ama i dha zhvillim shoqërisë. Po në Shqipëri ne ende nuk i kemi. Ka pasjaset. Avokat, mua më bën përshtypje her pas here, i kam dhe pjesë të studimeve të mia që Parlamenti shqiptar i viteve 20-30 kishte mendje të ndritura si Fanoli, Fajkonica, Ndremjeda, Gjerfishta dhe oratorin Ali Këlcyra. Parlamenti mbas 90-s, me raste, po themi sporadike, ka pasur disa orator, duke përmendur dhe ju. Parlamenti kujt? Parlamenti mbas 90-s, ka pasur disa orator, ku përmend ju, zotin Blushi, po edhe doj të tjerë, po sporadik. Tani, si ka mundësi avokat që kemi këtë disnivel në 100 vjet histori parlamentarizëm? Ishen arsim të nivelit lartë. Që dini ti ju ata, që njerëz që erdhën nga rruga, atë ishin rrilindat që tanë, që ata krijuan rrilindat tanë, që rrilindjen dhe psikologjin tonë kombëtare, rrilindja kombëtare e krijoi. Pastaj ajo erdhi dhe mori atë pavarësinë e 12-s, e cila ishte gjymtimi i Shqipërisë.
po rezistuan.